ju e dini që unë kam thënë, për me votim të fshehtë do të jetë vetëm një herë emrim në seancë të kuvendit. Pra vetëm një herë do të votohet për mua me votim të fshehtë. Dhe nëse unë nuk i marrë 61 vota, të paktën nga deputetët e kuvendit, unë tërhiqem nga kandidatura. Ka qenë qëndrim i një anshëm, por që është mbështetur ose është respektuar edhe nga kryetari Kurti edhe nga lëvizja vetëvendosje. Dhe e dyta, si kompromis, ne kemi thënë që le ta bëjmë një marrëveshje, rrëzojmë bashkarisht, pra edhe vetëvendosje merr pjesë në këtë votim për rrëzimin e komisionit për votimin e fshehtë dhe pastaj merremi vesh për kryetarin dhe nënkryetarët. Nuk ka kuptim që të thuhet se nuk është emër i përshtatshëm Albulena, por në anën tjetër të thonë që ne do e propozojmë për nënkryetarit të kuvendit. Edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese i ka barazuar, sepse në fakt zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit është në të njëjtin nen. Prandaj edhe nuk ka asnjë dallim. Tash është e rëndësishme pra që çfarëdo takimi që thirret, ne të shkojmë dhe të japim propozime konkrete, por në anën tjetër nuk ka kuptim që të mos lëvizim fare.